Së fundmi ka dalë një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vlerëson punën e SPAK-ut dhe evidenton faktin e goditjes së Berishës, i cili u shpall non grata dhe më pas u la në arrest shtëpie së bashku me dhëndrin e tij. Çfarë do të thotë ky raport dhe a është një sinjal mbështetje për SPAK-un? Jo sinjal mbështetje, po sinjali dyfisht. Amerika është pro SPAK-ut, pro drejtësisë, dhe absolutisht jo pro Berishës. Kush ka mend e kupton? Kjo dhe shqiptarë do shkojnë pas Berishës, edhe me premtimin, ky person në akuzë tashmë, është në akuzë, është gjë shumë e rëndë, me premtimin do shkoj SPAK-un, pra ky person e ka merituar pikërisht para fushatës, t'i vi kjo mandat nga Amerika, mbasi foli shumë e premtoi shumë, që ka ndryshuar qëndrimi amerikan ka shiti e tjerë, ja pra kura dhe oratoria false e Berishës, edhe fortuna në gotë që krijoi aty, sinjali qartë. Ne jemi me drejtësinë dhe kushdo forcë që është kundër SPAK-ut nuk është me Amerikën, dhe absolutisht jo, ne nuk e ndryshojmë qëndrimin tonë për Berishën. Tani, kush është ai që mendon që Shqipëria në këtë rrugë që ka zgjedhur euroatlantike do të vazhdojë me Berishën? A mund votohet për mua sot? Edhe Rama nuk është shpallur, po të shpallë Rama, do thoja me këtë ligj nuk hyet në zgjedhje, çoh popull bëj revolucion. Ne s'mund votojmë o një non grata o një tjetër. Për mua sot është një hap më para në papranueshmërinë e tij Berisha, me non grata që kanë qafë. Është tradhti votosh për të. Ku do të çojë Shqipërinë? Ja e mori pushtetin, kush do pranoj? Ta pranojnë krushit e vetë, dhe i Malëzi e Sërbim, atë për jo. Që mendoj që ata shqiptarë që doni të gënjeni mendjen, që kanë qef t'i besojnë çfarë thot Berisha, si të justifikohen, si të bëjnë fushatën. Dhe ky është plani i Ramës, erdhi ngjalli deri ku Berishën për të ripozicionuar veten prapë. Megjithatë nuk besoj të jetë një fitore dëshirë gjatë edhe Ramës. A është kjo një shenjë që Berishës me shumë gjasa nuk do t'i hiqet kurrë non grata? Berisha do të ishte në burg. Ai dhe stafi i tij. Band për mua është organizatë kriminale në gjithë kuptimet e fjalës. E ka emrin parti politike, po për mua dhe parti politike të gjitha janë kthyer në krim të organizuar. Ne do të kishim mbaruar punë me Berishën sot. Në këto zgjedhje s'duhet të ishte Berisha, ose i gjithë ky establishment politik. Megjithatë, po hecet e kësaj që unë po them, me që vota nuk përçan do të çaj drejtësia. Dhe kur të vendoset drejtësia, atëherë do të kemi mundësinë të votojnë sipas nevit të kushtetues, zgjedhje të lira të ndershme, periodike dhe gjithë përfshirëse e tjera. Deri tani po votojmë të detyruar mes dy alternativave, mes dy qielleve. Dhe i kohë që shqiptarët nuk janë të gjithë qi dhe nuk garojnë të gjithë në rrugën e të keqes. Ju e përmendët pak më parë, po sa i përket kontratës Berishës me konsulentin amerikan Chris LaCivita, pse deri më tani nuk është bërë publike kontrata që Berisha ka vendosur me këtë konsulent amerikan dhe çfarë po fshe në këtë rast? Ja, kjo pyetje duhet të jetë Berishës. Se po e bëj publike, do rënohet dhe më tej. Me çfarë ka paguar avokatët djalit i tij në Florida në 2019, kur humbi një nga gjyqet, pastaj humbi edhe në apel, kur hodhi Guy Larson gjyq për punën e Gërdesit, me çfarë ka paguar ato në Angli, me çfarë po paguan këtë. Ky personi që ka vetëm 30 metra katror shtëpi më tepër. Ky super miliarderi. Po të jam i sigurt me çfarë shoh me sytë e mi, me çfarë ka bërë pushteti Shqipëri, të gjithë liderët politik, Shqipëria miliarder, në emër të tjerë. Po kur i shohim dhe këta oligarkët, këto vemje që sillen për qark pushtetit dhe janë bërë më të rëndësishëm se ministrat, kur i shohim dhe këto në SPAK për krah Berishës, e velijet e tjerëve, atëherë do ta marrin vesh se si ka qenë loja. Pra,
Këtu është bashkimi i dy forca politike, të oligarkët, është e thjeshtë fare. Të gjitha tregjet janë duopol. Jam unë pushtet, zotroj më shumë, jeti nesër, zotron ti nesër më tepër. Dhe zotëria nuk tregon. Dhe unë e thash dhe në fillim të televizës. Me e vra Berishën nuk thot sa për paguën e civitarë. Kur të marrë shqiptarët që është shumë e madhe shuma që se për paguën e Romelie, po paka shumë kështu do jetë, qindra mira dollar ora. Po unë ka përshtypjen që aty ka kaluar shifra e milionave të dollarëve me 2 shifra ka kaluar paktën. Duhet të jetë mbi 10 them unë. Pastaj mbi 10 mund shkoj 50, 10, pastaj bëhet me 3 shifra 100, nuk e ka problem ta. Pasi mi qenë shumë pasur. Dhe ajo që mungon tek ne është këta zabërhanët që paguajnë se ka problem dhe 5.000 euro ora, ka dhe avokat me shifra tilla që po them, 5.000 pound ora. Po nuk merre me këtë lloj llumi. Por tani 1.200 euro ose 1.800 euro dollar ora. Po kush e gjizvjen? Edhe orën e printimit ta bëjnë po kaq, 1.800. Kupton? Shqiptarët i shohin me dylbi këto shifra. Dhe pa u vendosur drejtësi, ajo pasuria që këta po e ndajnë kështu për të shpëtuar, pra për ditë zezme dhe me këta ne themi parë e bardhë për ditë zezë, ta kanë parë të zezë për ditë akoma më të zezë. Ajo pasuri, po su dënuan këta me gjithë oligarkët, nuk do kthehet pasuri ke shqiptarët. As i zgjidhje ekonomike nuk do ikë shqiptarëve nga premtimet e neverishme që bëjnë dy palët. Kupton? Edhe në këtë skem nuk gjen mundësi të rrisin pensionet. Ja unë që flas, s'kam lidhje fare me atë pjesë, është skema gati. Për të rritë pensionet dhe për të vendosur atë parë minimumin etik. Me skemën e vjedhjes nuk dalin pensionet dhe bëj sikur din matematikë, se ne s'dim matematikë, këta din. Këta din më, nuk ka mendimi njerëzor fillon dhe mbaron me këta. Bukuria njerëzore fillon dhe mbaron me këta. Filozofia politike fillon dhe mbaron me këta. Po mirë, mbajnë të kërdalla të rjetën. Edhe pse e shohin që këta po tallen, vazhdojnë s'ka tjerë. Populli çuditshëm vëlla. Ne adhurojmë dhe pushtuesit, po dhe pushtetarët. Dhe për të çuditë shqip, të dyja kanë thelbin e fjalës njëjtë. Pushtet. Pushtues, pushtet. Të huaj se kanë okupator, okupon. Edhe po ta greqizojnë pak, dalin që ato dy palët janë pushta. Kurse termi ministri Latinish është shërbëtor publik. Ku takon ministri më? E vë ministri 25 vjeç, i hyn vetë në qef, nuk del në rrugë në këmbë, se i ulet autoriteti, nuk del aty ke marketi lagjës të blej. Ministra po ministria. A merr veshën? Ne dashurojmë ata që na shtypin, na shfrytëzojnë, i adhurojmë. Ky është problemi. Ky është problemi që kemi ne. Nuk shohim vërtetën sy, e nuk shohim që jemi të barabartë të gjithë para Zotit. Me më pyet çfarë je, rob i Zotit. Por çfarë ata? Kush i bëri këta? Kush e bëri këto 2 metroshin edhe këtë kreshnikun e madh të PD-s? Kush i bëri këta? Çfarë ata? A janë qenë të tjerë, nuk e qenë njerëzore ata? Kështu doli dhe Beliaj, qenë e madhe si këta e ardhmja e këtyre liderëve kështu me përmasa mbi njerëzoren. Po aty qau si fëmijë aty.